Adnan, hajde Gejtan, kujnë. Që Adnan nuk e di, vejnë. Adnan, Faleminderit shumë për përgjojën, për mbështetjen e vazhdimshme. Të një projektit e tillë që është shumë i rëndësishëm për bujqësinë, po edhe për çështje tjera ambientale. Preokupimi dhe angazhimi jonë do të thotë nuk ka qenë vetëm për krahjet direkte për fermerët, por njëkohësisht edhe rritja e bashkëpunimit me nivelin e komunave. E njëra prej komunave që tregu shumë bashkëpunuese, po jo vetëm bashkëpunuese, po edhe proaktive dhe aktive me kërkesa dhe me projekte të qarta ka qenë komuna e Shtimës, kështu që edhe gjatë gjithë mandatit edhe vitin e kaluar edhe këtë vit ka hasë në përkrahje në kuadër të kapaciteteve dhe mundësive buxhetore që i posedon Ministria e Bujqësisë. Kështu që jam jashtëzakonisht i lumtur me ndëgju që ecuria e fazës parë të këtij projekti është përmbyllur suksesshëm dhe se sot po fillojmë një projekt ose vazhdimin e fazës së dytë të një projekti i cili ka mi lehtësu jetën qytetarëve, ka mi parandalu çështjen e vërshimeve për shkak të dëmeve që shkaktohet në bujqësi, po që trajton edhe aspektin ambiental dhe bën më të lehtë jetën e qytetarëve të Godoncit edhe të Shtimës në përgjithësi. Kështu që faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë përshëndetje për gjithë. Faleminderit që jeni këtu, siç pesheni sot bashkë me ministrin Faton Peci. Jemi këtu në një ditë veçantë në gurthemelin e një projekti që është shumë i rëndësishëm për komunën e Shtimës. Flasim për kanalet kulluese, është projekti kanaleve kulluese, është faza e dytë sepse fazën e parë bashkërisht me ministrin e kemi përfundu vitin e kalum, janë rreth 2 kilometra kanale kulluese që janë bo. Tashmë po vazhdojmë me projektin që është faza e dytë, që do të ndërtohen dikun rreth 3 kilometra kanal kullues, me një kosto dikun mbi 450.000 euro, me shpresën që të dy këto kanale do të bashkohen në fazën e tretë dhe do të shkoj ky kanal deri aty ku është i planifikuar përtej rrugës që ndon në fshatrat dy Godoncat me Davidovsin, përkatësisht Vojnosin dhe Gjurkovsin. Këto toka kanë qenë zakonisht përmbytura nga ujrat atmosferike, sidomos gjatë rreshjeve edhe vërshimeve të pranverës edhe të vjeshtës. Kështu që ka qenë sugjerim i ekspertëve të bujqësisë, po ka qenë edhe kërkesë e banorëve, sepse minimumi 2 herë në vit kulturat e tyre bujqësore, po edhe bornat e tyre janë vërshu edhe ka pas dëme të mëdha, po edhe gjatë verës edhe stinëve tjera kanë kundërmu. Kështu që unë e falenderoj jashtëzakonisht shumë ministrin Faton Peci që na ka mbështet në këto dy projekte, e po shpresoj që ministër që do ta përfundojmë edhe me fazën e tretë, aty ku sipas ekspertëve të hidrës dhe bujqësisë ka nevojë mu mbyll ky projekt. Falenderoj sepse me këtë mbështetje, domethënë i kanë ndihmu bujqit, po edhe gjithë banorët e komunës Shtimës.